Mirdita dhe përshëndetje. Përshëndetje miq, mirë se vini në programin Mes Nesh, jemi drejt për drejt si çdo ditë në RTS 1HD, një program i cili shoqëron nga hëna në të premte prej orës 13:20 deri në orën 15 me tema të aktualitetit. Do të jemi sigurisht me personazhe që frymëzojnë. Iva, nisëm mjaftëre, uroj të jetë mbar për ty, për stafin dhe për gjithë shikuesit. Edhe për gjithë ata që na shohin edhe që do të stacionohen në ekranin e RTS 1HD për të qëndruar në shoqërinë tonë për gjatë gjithë javës e për të pritur në këtë studio të ftuar të ndryshëm për të trajtuar tema të ndryshme të aktualitetit dhe ato tema që duket se në një farë mënyrë edhe shqetësojnë përditshmërinë tonë. Do ta nisim tema të forta sot. Vërtet, sepse e tillë ka qenë edhe le të themi vendimi më i ri që ka marrë edhe qeveria për legalizimin e kanabisit. Një çështje e cila duket se ka ngjallur shumë debat, edhe këtë debat ne mendojmë që ta vijojmë pas pak edhe në studion ton, sepse do të presim të ftuar të ndryshëm me të cilët do të kemi mundësi që të trajtojmë këtë çështje. Por, fillimisht do të ndjekim një insert i cili do të na fusë në temë dhe më pas presim të ftuarit. Në vitin 2023, Shqipëria miratoi ligjin për kultivimin e kanabisit për qëllime mjekësore pas një periudhe diskutimesh dhe shqetësimesh. Ky ligj parashikon eksportin e 9 produkteve të kanabisit pas përpunimit dhe ndalon tregtimin e tyre brenda vendit. Së fundmi, vetëm disa ditë para, Ministria e Bujqësisë miraton hartën me 10 zonat ku do të lejohet kultivimi i kanabisit medicinal. Ende nuk janë bërë publike emrat e zonave, por, sipas këtij vendimi, janë përcaktuar zonat kadastrale ku do të lejohet kultivimi i kanabisit për qëllime industriale dhe mjekësore. Përpunimi i bimës së kanabisit jep mundësinë për zhvillimin e një industrie të re që mund të sjellë përfitime ekonomike dhe shëndetësore për vendin. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Anila Denaj, tha se janë përcaktuar 10 zona të përshtatshme në të gjithë vendin, ndërkohë që theksoi se zonat janë përzgjedhur në bazë të studimeve të mirëfillta. Gjithashtu, në Myzeqe dhe Korç nuk do të lejohet si zona me prodhim të lartë të produkteve ushqimore. Megjithatë, kritikët shprehin shqetësimin për rritjen e trafikimit të kanabisit dhe për nivelin e sundimit të ligjit në Shqipëri. Dhe është momenti të dashur miq, ju prezantoj me të ftuarit që kanë zënë vend në studio për diskutuar mbi këtë argument dhe sigurisht që her pas here do të kemi ndërhyrje, do të kemi zërin e qytetarëve, por gjithashtu do të kemi edhe një lidhje të drejtë për drejtë në Skype. Së pari ju prezantoj me zonjën Suela Xhufi, mjeke toksikologe. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit, kënaqësi që jeni me ne. Ju prezantojmë gjithashtu me zotin Irfan Gjeçi, mjek alternativ. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se jeni. Përshëndetje dhe mirë se vini. Faleminderit, kënaqësi që jeni me ne. Në fakt do doja të nisja nga një qasje e përgjithshme, ndërkohë që është diskutuar her pas here, jo vetëm në vendin tonë, por edhe në botë ka patur shpesh diskutime të lejohet ose jo kultivimi i kanabisit mjekësor, nuk e di edhe industrial, nuk e di në qasjen tuaj, mbi një vështrim përgjithshëm, si vjen? Tani, ka disa pikpamje. Thënë që të bësh vlerësimin e një situate, siç është regjistrimi ose legalizimi i kanabisit mjekësor, do të kuptosh se çfarë sjell ajo në shoqëri. Rreth të parë do të thosha sa është përdorimi i kanabisit rekreacional ose të jashtëligjshëm, është i lartë. Po. Pak të unë si mjeke toksikologe e them këtë gjë. E konstatoni këtë gjë. E konstatoj, të më është jo vetëm i lartë, por kemi dhe një ulje të moshës së përdorimit e një barazim të sekseve. Në qoftë do të flasim krahasuar me 10 vitet e fundit. Pra ne kemi aktualisht në treg një kanabisin që përdoret, marijuanën. Duke u referuar eksperiencave të vendeve evropiane, siç mund të jetë Zvicra, e cila ka një 70 vjet eksperiencë në lidhje me këtë problem, dhe unë shpesh kam diskutuar ose kemi ndarë eksperjencat tona me mjek, të cilët kanë eksperiencë në legalizimin e kanabisit. Shpesh është thënë që pjesa më e madhe ose rritja që do të jetë në vitin e parë, që se legalizojë do të jetë jo më shumë se 5% e përdorimit. Që do të thotë 5% nga përdoruesit që janë aktual. Dhe në pas vitit të parë do të kemi një farë rënje. Pika tjetër e dytë është çfarë vlere ka dhe ku përdoret dhe pse duhet në ta, çfarë do t'i shtojë ekonomisë shqiptare në një farë mënyrë. Tani, normalisht, kanabisi ka disa vlera medicinale, që janë shumë të rëndësishme, që mund të përdoret në sëmundjet neurodegenerative, cilat, sidomos janë shoqëruara me tremor ose me dridhje, me rigiditet, dhe në rastet kur protokollet nivelit të parë të dytë nuk funksionojnë, kanabisi jep një alternativë shumë të mirë për këtë rast. Megjithatë ne do t'i prekim të gjitha detajet, por pse kjo analizë? Pra, cili është përfundimi i asaj që ju gjykoni duaj apo jo? Ne shikojnë shumë gjëra në tërësi për të bërë një vlerësim. Dhe një gjë tjetër që nuk e thon mediat, marijuana medicinale nuk është një marijuanë që përdoret
me të gjitha parametrat që ka marijuana natyrale. Ti mund të kesh THC në nivel të caktuar, që është ajo që ne i quajmë përbërja psikoaktive që shkakton dhe probleme psikiatrike tek pacientët, por mund të kesh CBN ose CD në nivele më të larta, ose HOP-n. Pra, në marijuana medicinale, ne kemi përzgjedhur principin që duam të përdorim. Dhe nuk është se ka terma më thjeshtë si ta kuptojmë. Do me thënë, bima ka disa principe aktive, të cilat për shembull THC-ja që mbahet tetrahidrokanabinoli, që mbahet një nga principet aktive që shkakton efekte negative në psikiatri, pra që bën pacientët të cilët të kenë probleme të psikozës, të varësisë, në marijuana medicinale është shumë e përcaktuar si nivel. Dhe përdorimi i saj nuk ka lidhje me varësinë, kuptuat? Pra, unë jam totalisht pro kësaj gjëje. Do të thënë nuk është se jam negativisht vendosjes së legalizimit të marijuanës medicinale, sepse normalisht nuk është një treg i virgjër, dhe nuk është do shtonte në një numër të madh të përdorusve, dhe tjetra që shumë e rëndësishme, që unë e them gjithmonë në çdo intervistë që më marrin, është pastërtia e përdorimit të marijuanës. Sepse sot që ne flasim, kemi pacient të moshës 10 vjeç, 11 vjeç, që përdorin marijuanë të kontaminuar me nivel THC shumë të lartë. Të cilës mosh? 9 vjeç kam pasur pacient të cigares së parë. Që është shumë e rëndë, patjetër. Shumë e rëndë? Shumë e rëndë. 9 vjeç? Dhe të unë kanë në moshën 17 vjeç. Pra, 9 dhe në 17 i bje përdërim goxha të rregullt. Dhe niveli i THC-s në këto bim, që është faktikisht dhe në Shqipëri shumë i lartë, jo thot niveli psikoaktiv, varësia është më e lartë. Ndërsa në marijuana medicinale ose atë rekreacionale të bërë sipas rregullave do jetë një përqindje më e kontrolluar. Pra, kjo është. Doktoresha, po si mundet në një farë mënyrë të sensibilizojmë edhe brezin e ri, sepse ndoshta fëmijët apo edhe një grup moshë shumë e re që mund të na dëgjojë, apo mund të dëgjojë të marrë informacionin që marijuana dhe kanabis legalizohen, mund ta marrë si mirëqenie që mund ta përdori dhe në tregun e zi ndoshta edhe mund ta gjej fare thjesht. E gjen në tregun e zi. E gjen. Problemi është që nuk është se informacioni nuk ekziston. Të gjithë e dinë informacionin. Problemi është që e marrin të lehtë, e marrin të mirëqen. Marijuanën e marrin si një drogë të lehtë, e cila nuk të shkakton, thjesht të qetëson për një pjesë të kategorisë së pacientëve. Sepse jo të gjithë pacientët që përdorin marijuanë e mirëpresin marijuanën. Me thënë trupi i tyre, që do të thosha. Disa pacientë reagojnë mirë, i qetëson, i relakson, i heq nga ajo trysnia që mund të kenë në shoqëri ose në familje, disa të tjerë nuk e preferojnë, nuk i jep takikardi, palpitacione dhe nuk e preferojnë marijuanën. Kjo varet nga shumë faktor psikiatrik, neurologjik, që është, me thënë, nuk do një temë, një kohë më gjallë për ta diskutuar. Zoti Gjeçi, ndërkohë nuk e di se cili është këndvështrimi juaj lidhur me çështjen, edhe a keni pasur deri më sot kërkesa, le të themi, si herbalist dhe mjek alternativ që jeni për gjetjen e substancave të ndryshme që kanë përmbajtje të tyre. Kemi pas të dyja anët, edhe nga anë kanabisin e klientëve që kërkojnë vajin e kanabisit, kryesisht për përdorim për personat të cilët janë me epilepsi, për ata që janë me kancer e të tjerë, por kemi pas dhe nga ata që kanë tentuar të vinë, thonë, na merre këtë shëringën se e keme vaj ta shesër të besh para dhe e kemi larguar çdo gjë. Në 2014 në gazetën Mollë e Shëndetit ne kemi shkruar edhe për kanabisin që riparon sperme dëmtuar nga nikotina e duhanit, pra ka veprime riparuese. Por në tregun shqiptar dihet në fjalë tashmë që përdorusët, siç e tha dhe zonja, janë shumë të mëdhenj. Ka shumë mas përdorimi. Në këtë rast legalizimi është për mua është një gjë e mirë, është pozitive, por para se të bësh legalizimi, unë do doja që vaji i kanabisit mos shkoj klienti ta marrë në Gjermani, në Holland apo diku të legalizohet përdorimi i vajit i cili është i përgatitur direkt nga industria farmaceutike. Ndoshta vjen si një hap pas kësaj, pas hapjes së 10 zonave të kultivimit? Doktor, sepse në Shqipëri ligji nuk e lejon të përdoret nga mjekët. Ky është një gap, paktën me sa kam lexuar. Tani pra këtu ka një hendek, nuk lejohet nga mjekët. Nuk është bërë nën ligji që unë si mjeke, përdorimi i saj nga thjesht do merret, do kultivohet dhe do i shitet. Pra klientët, njerëzit e përdorin në masë, ndërsa ata që janë specialistë të vërtet që duan të ndihmojnë njerëzit janë me probleme, nuk i lejohet. Fare thjesht, apo jo? Dhe jo, nuk i lejohet. Faktikisht kjo është një problem i madh. Pse? Se ne ata që na vinë për diçka të tillë i themi kalo Maqedoni, kalon Gjermani, shiko ku i ke njerëzit në Holland, kudo dhe ata e marrin dhe ata e përdorin. Pra, këtu ka përdorur shumë
të mëdhenj që përdorin vajin e kanabisit të marrë në farmacinë për shtetet e huaja dhe shteti jonë nuk ka bërë asgjë me fjalë për klientët tanë ose për këtë popull. Në këtë rast, unë do të theksoj se ky kanabis që do të kultivohet, ku do të tregtohet, cilat janë, si do të përpunohet dhe a do të kenë të drejtë me fjalë ata të cilët herbalistët ose mjekët alternativ që ta përdorin, që të krijojnë për shembull një krem. Çfarë kushtesh kërkon ekstra? Që tjeti i përdorshëm edhe tjetë... Dëgjoj, duhet sankcionohen në ligj punë e parë. E dyta, ka një diçka, një herbalist ose një mjek alternativ, atë mund ta përpunoj, ta kthej në vaj ose në krem për dhimbjet e shtyllës kurrizore. Pra, kanabisi ka një formë të gjerë të përdorimit deri ke kanceri, deri ke ata që janë me probleme me artrite, me reumatizëm, me dhimbje kronike të përhershme, pra me dhimbje të shtyllës kurrizore. Është për ata që janë me kimioterapia, për të hequr efektet e vjedhjeve e të tjera, është fusha e kanabisit është shumë e gjerë. Prandaj, për të qenë një treg i sigurt, unë mendoj që duhet të jetë një ligj që të ketë të drejtë të shitet në farmacitë tona. Kjo është. Me çfarë përballeni ju në përditshmërinë tuaj nga klient apo pacient, nuk e di si quani ju, që vinë edhe kërkojnë ndihmë nga ju, ose ku mund ta gjejnë, ose për cilat sëmundje kërkojnë më së shumti kanabisin vajin? Më së shumti ato kërkojnë tani duke ditur me fjalë pas vitit 90, keq ushqyerja ka bërë me fjalë ai mishi 30 vjeçar me fjalë në për figurifere ka bërë tumorre kudo, gjendra tumoriale si në gjike, femrat, si ke meshkujt, kudo në të gjithë, në mëlçi apo kudo, deri në vezor apo në mitër, që ka marrë një masë të gjerë me fjalë infektimi me tumorre në Shqipëri. E gjitha kjo është nga keq ushqyerja. Dhe duke ditur se kemi njerëz të tillë të dëmtuar nga shëndeti, është normale që... Pra të kuptojmë që nuk shëron tumorin kanabisi apo vaji kanabisit. Ka disa studime për tumoret e kokës. Që çfarë thonë studimet? Që bën uljen e masës tumorale, por dëgjoj, duhet të them diçka. Kur ne flasim për studime, do të flasim për një numër të madh pacientësh dhe për një kohë të gjatë. Pra, në asnjë vend në botë nuk ka studime mbi 10 vjeçare për kanabisin. Kështu që detyrimisht as unë as doktori nuk mund të japin pak. Nuk janë absolute, pra merren me rezervë. Domethënë ne nuk mund të themi, dhe kur unë them për rastet e pacientëve që janë me probleme neurodegenerative, gjithmonë është protokolli i tretë. Domethënë kemi molekula të tjera. Kemi molekula të tjera që përdorim para se të vemi te kanabisi. Pra kanabisi është i fundit që ne përdorim. E përdorim tek dhimbja në ato raste, për shembull kur pacientët janë terminal në sëmundjet malinje, kur morfina ose opiatet e tjera nuk japin më atë rezultatin dhe ka filluar rezistenca, pra përdorim, po dhe në këto raste, ju në të gjithë pacientët, ajo, sepse unë kam pas raste, ju në gjitha pacientët ato fokuson ke të njëjtën, sepse varet si marijuana ose THC-ja reagon me receptorët e pacientit. Po mund të reagoj vetëm në rast të përqetësimin e dhimbjeve, apo edhe në varësi të stadit të problematikës që mund të ketë, mund të bëj edhe një ulje të masës, si kurse ju thatë? Në disa, prandaj thash, në disa studime për tumoret malinje të kokës neurologjike, është par ullje e masës, por nuk është një numër i madh pacientësh. Pra janë studime pilot quhen, të cilat mund të jenë bërë në Amerikë ose janë bërë në Japoni, zakonisht ata janë të parët që merren, japonezët. Ka patjetër aspekte shumë pozitive, por nuk janë akoma të vullosura, siç mund të jenë protokollet e tjera. Pra edhe në Shqipëri, që të flasim siç duhet folur, nuk është se marrja e marijuanës medicinale do të jetë një boom shërueshmërie tek pacientët. Por unë si mjeke do doja ta kisha në listën time të përdorimit. Tjetër përdorim shumë i rëndësishëm është edhe përdorimi tek pacientët që duan të shtojnë masën muskulare. Hempi, që është proteina që vjen nga bima e marijuanës, ka nivelin më të lartë nga të gjitha proteinat e shtuara që merren. Ajo mund të përdoret në kozmetik, në kremra, dhe marijuana ka një gjë, nëse ti nuk e djeg, pra nuk është në nxehtësia, nuk të jep efektin e saj psikoaktiv. Pra, nëse ti e konsumon si bim, nuk të jep efektin e saj psikoaktiv. Se për shembull, çoroditë e njerëzve kur i thua që ti mund të marrësh proteinën e hempit, po si ajo është marijuana, thotë, po është marijuana se nuk digjet. Në vendin që ajo digjet, ajo jep efektin e vet psikoaktiv. Zoti Gjeçi, po cilat janë format dhe trajtat në të cilat mund të gjendet ky preparat? Ju përmendët pak më parë vajin e kanabisit, por ndërkohë ka trajtat të tjera? Në të cilat përpunohet? Trajta tjetër është kremi, për dhimbjet e shtyllës kurrizore dhe për dhimbjet të tjera që janë për reumatizmin ose artritet, përdoret dhe kremi i majorat. Paçe.
vaj, kaçe, tableta, mund të përdoret medicinale. Ka format nga më të ndryshme, por gjithsesi këtu flitet që ajo që do të arrijë me fjalë që të dalin në tregun shqiptar kjo sasi që do të janë 200 hektar, me sa di, dhe çdo person fermer do paraqisin dokumentacionin ka të drejtë jo më pak se 5 dhe jo më shumë se 10 hektar të mbjellë të kultivoj. Kjo sasi do të përpunohet këtu, do të shkoj diku tjetër, do të ketë një qendër përpunimi, apo do të ketë dhe tregtim këtu. Këta e kanë për vetëm, me sa kuptojnë, e kanë për vetëm që të kultivohet këtu, të magazinohet dhe të eksportohet jashtë, të shitet. Më thënë, nuk është dhënë. Nuk i vjen me fjalë në ndihmë tregut vendas ose njerëzve që kanë nevojë këtu në Shqipëri për këtë. Thjesht me fjalë ajo legalizohet, merret prodhimi edhe çohet diku tjetër së bazë të kontratave që ata do të kenë. Për tregun mund të jetë një ndihmë, për tregun në aspektin ekonomik mund të jetë një ndihmë sepse në çastin që ti e eksporton atë. Unë shoh nuk ka ndonjë vlerë të madhe për mua, me fjalë nëse ta gjykoj, për mua vlera më e madhe është nëse ligji do të favorizojë që në farmacitë tona të jetë vaj i kanabisit, ai i cili është i hequr me fjalë lëndë e këqija, të cilët japin probleme toksike dhe në qoftë se do të ketë nevojë, për shembull në Holland apo diku tjetër apo në Amerikë, mbase edhe në Kanada, diku shkon e blen, diçka që do të përdori. Por në këtë rast, në qoftë se do të miratohen këto ligje të tjera, unë e shoh me fjalë një perspektivë shumë pozitive, sepse njerëzit nuk do ta kenë tabu të ta kërkojnë fshehurazi dhe ti ofrohet dikujt fshehurazi. Një diçka e cila i jepet sheshazi, të gjithë heqin dorë. Nëse ta kenë balkon 2 rrejmë për frymë për shembull personat, nuk do të kenë më interes ta blinke njëri tjetrit, atë do të shuhet. Me sa është pak problematika. E pra, pastaj bëhet pak abuzive ndoshta. Abuzive mund të jetë një standard shumë të madh mental, social, politik, ligjor që të bëhet ajo. Atëherë duhet të arrijmë. Dakor, atëherë le të prekim gjën kryesore të parën. E para është le të jetë farmacitë shqiptare. Të ketë një ligj që të përdoret. Të gjithë personat që kanë problem, pse duhet të udhtojnë drejt Maqedonisë, drejt Gjermanisë, drejt Hollandës, ose të angazhojnë njerëz të tyre që ta sjellin këtu. Se ajo sasi që është për të përdorur vetëm ai që s'ka mundësi dhe s'ka njerëz jashtë dhe nuk ka mundësi ekonomike, nuk do ta përdori. Të gjithë tjerë do ta gjejmë. Atëherë këtë kapital, këtë para që do të fitohet, le ta fitojë shteti shqiptar. Le ti shërbej Shqipërisë, shqiptarëve, ata që kanë probleme, të paktën ai vaj kanabisit. Nuk do të shkojë dikush që është me depresion, për shembull, po marrim rast ose ka një stres të lartë, të shkoj të gjej diku diçka, ta marrë jashtë. A mund të merret edhe parecetën e mjekut? Po, në botë merr. Nuk është mirë? Ja, nuk është mirë. Shiko, këtu është problemi se abuzimi me masën ka të bëjë shumë. Ose lë dot në dorë të ndërgjegjjes së pacientit, një preparat mos përdor shumë, po mirë, po këta nëse do dalësh në Tiranë tani, po këta me fjalë që në çdo 30 metra, 50 metra e ty mosin. A kupton? Kush e kontrollon? Ndërsa në farmaci ai ka një para se të vej atje ka pyetur dikë. Ai tjetri e ka orientuar, i ka thënë këtë do të përdorësh 3 herë nga 2 pika në këtë rast, në fjalë nën gjuhë. Orientim kemi edhe dëgjojmë kur thon për shembull antibiotikët. Dgjoj, unë mendoj që dhënia e TC-s duhet të jetë nga mjek specialist për këtë punë, sepse TC-ja nuk është një preparat i cili nuk ka pasoja. Është një preparat i cili të krijon varësi në pacientë të cilët pra e para është varësia, po çfarë pasojë tjera mund të ketë? Një pacient nëse përdoret në moshët vogla, jep ulje të inteligjencës, jep ndryshim, sepse fëmia është i pazhvilluar, jep ndryshim total të trujt të tij, një ulje të motivimit, jep çrregullime psikoaktive. Nëse një pacient ka një depresion të trashëguar ose një skizofreni të trashëguar, të heshtur, kanabisi brenda 6 muajve si 1 vitin nëse përdoret, ju stimulon pa e shfaq në klinikën e saj të plot dhe mund të ndodhë që të mos ketë rikthim. Kështu që, do me thënë, ne kemi pas shumë raste në urgjencë që na vinë, nuk po flas nga doktori, por na vinë nga persona që kanë marrë jashtë vaj marijuana dhe kanë ardhur në gjendje të rënduar, kanë ardhur me... Kanë marrë mbi doza, çfarë? Se kanë pirë më shumë se ç'duhet, prandaj po them pra, nuk është aq e kollajt. Me thënë, duhet dhënë nga mik specialistë trajnuar për këtë punë. Nuk mund të jepet në farmaci në mënyrë patjetër, po me një nivel të TC-je jo të lartë. Më kuptuat, pra, gjithmonë duhet të jetë e kontrolluar nga mjeku. Pikërisht kjo prodhimi dhe një gjë tjetër, që doja të shtoja.
Në qoftë se ligji shqiptar ose gjithë procesi i kultivimit, i procesimit nuk bëhet siç duhet dhe nuk krijohen, sta them, fushatat të tilla sensibilizuese, ne do të vemi si Maqedonia që u bë një rast i dështuar. Pse? Maqedonia ju mbushën depot dhe nuk përse dhe nuk shiti asgjë. Nuk e përpunoi. Nuk e përpunoi. Prandaj, me thënë nuk është se është një gjë kaq e thjeshtë. Duhet i paraprit një pra, personat që e bëjnë këtë gjë, duhet që dhe cilësia toka, dhe toka ka shumë rëndësi. Dhe lushnja e bën ndryshe, gjirokastra e bën ndryshe, pra varet nga lloji i tokës dhe lloji i bimës. Sa është toka aktualisht, sa është ndotur toka tani dhe ka një diçka tjetër. Toka duhet të ketë minimalisht 10 vite pa përdor plera kimike. 10 vite pa përdorur. Kjo është edhe një nga përzgjedhjet që edhe Ministria kishte bërë, pra, toka të mos ishin toka të kontaminuara, shumë të kontaminuara, sepse ato ngelen në bim. Dhe problemi për shembull i marionës rekreacionale, që për shembull pacientët e rinj kanë gjithë këtë problem, është sepse ato bën me llamba dhe niveli i THC-s është shumë i lartë. Qofse në vitin 1970 po flasim. Nuk hiqen lëndë të këqija. Ka qenë 8 mg për bim, sot mund ta gjejmë edhe në masën 200-300 mg për bim. Dhe një pacient i cili e përdor për të parë mund të kalojë dhe në atë që ne quajmë narkolepsi epileptike, ka pasur rast. Një cigare ke shpirë, po e ke shpirë për një kohë të shkurtër, me një nivel shumë lartë të THC dhe për 6 muaj pacienti ka ngelur me ankth, me shpërfytyrim të pacientit, pra narkolepsi epileptike goxha të rëndë, me zi u pastruar nga një cigare. Se niveli i THC-s është shumë i lartë. Që ka të bëjë shumë mënyra se si kultivohet. Ka shumë mënyra si kultivohet. Sa naturale është lloji i shartimit që bëhet. Niveli i THC-s, niveli i CBN-s, me thënë janë këto principet, sepse të cila me njëra tjetra kanë ndërthurje dhe japin perfeksionin që ka bërë në natyrë në fund të ditës, se gjitha bimët ose gjitha ilaçet nga vinë, nga natyra vinë. Dhe në vendin tonë kam përshtypjen janë mirë përcaktuar zonat, do ishte përjashtuar Myzeqeja, Korça nga 10 zonat kadastrale kur zgjedhur. Ndërkohë që do të ftojmë në bisedë edhe mjekun Erion Dasho, mjek epidemiolog i cili ndodhet në një lidhje Skype. Doktor, më dëgjon? Mirë se vjen. Ju të mirë se gjej. Kënaqësi që je sot mes nesh. Kënaqësi që jam dhe unë me shërë. Doktor, cili është këndvështrimi juaj lidhur me këtë çështje? Jeni pro apo kundër legalizimit të kanabisit? Jam kundër legalizimit kanabisit, nuk e gjykoj të drejtë, dhe gjykoj një praktikë shumë të gabuar dhe një vendim shumë të gabuar këtë që është marrë. Të gjitha studimet që janë kryer në pjesën më të madhe të vendeve të botës tregon se kanabisi është një drogë port hyrje drejt drogave më të rënda dhe si e tillë nga pikpamja mjekësore unë do të isha kategorikisht kundër legalizimit të çfarëdo lloj forme droge. E gjykoj një masë përsërisje edhe një herë të gabuar dhe më vjen keq që Shqipëria arrin në këtë pikë sa ti bashkohet vendeve të cilat kanë ndërmarrë këtë eksperiment të dështuar, pasi të gjitha përvojat e deri tanishme, sidomos ato të vendeve fqinj, tregojnë se në pothuajse asnjë prej këtyre vendeve nuk janë materializuar ato pritshmëri që ishin do të thoja pritshmëri të egzageruara që vijnë nga legalizimi i kanabisit. Dhe përkundrazi do të me siguri me kalimin e viteve do të shohim të materializuara të gjitha ato efekte negative që vijnë nga legalizimi një substance që është drogë në fundit dhe që shoqëria duhet përpiqet që ta luftojë dhe jo ta legalizojë. Po ndërkohë, doktor, për ta specifikuar dhe për ta saktësuar pak, pra flasim për lejimin e kultivimit të kanabisit mjekësor, e cila pastaj mund të përpunohet, mund të eksportohet, është tjetër gjë, për të bërë një lloj... është medicinale, nuk është rekreacionale. Po pra, është mjekësor dhe jo... Po. Është medicinale, dhe rekreacionale janë dakord me ju. Por flasim për e para njëherë është koncepti. Pra, legalizohet një substancë që në jetën e përditshme do të vazhdojë të konsiderohet si drogë dhe do të vazhdojë të jetë ndaluar. Po është e kontrolluar. E ka provuar Maqedonia që edhe ata u përpoqën ta kontrollonin dhe pastaj doli që kultivues të caktuar jo vetëm që nuk respektonin limitet që ishin vendosur, po i kishin kaluar shumë herë. Pra ne nuk po kontrollojmë dot ato që parcelat që kanë mbushur malet e Shqipërisë dhe kodrat e Shqipërisë
dhe që janë me të vërtet ndërmarrje kriminale në mënyrën se si janë organizuar, dhe jo të fillojmë të kontrollojmë, nuk kemi në Shqipëri, nuk kontrollojmë dot, na dalin frutat dhe perimet të cilat ushqemi, na dalin me përmbajtje të egzageruar pesticidesh dhe me përmbajtje të egzageruar kimikatesh mjekësore. Pra, në qoftë se ne do të kishim në Shqipëri me të vërtet organizata të cilat janë të besueshme në kontroll, do të kishim një polici e cila pas ka vënë në kontroll mbjelljen e kanabisit kriminal, dhe tashmë kjo polici i ka kapacitetet që të kontrolloj edhe kanabisin mjekësor. Po në fund të fundit ç'nevojë ka Shqipëria të mbjell kanabis mjekësor, ndërkohë që Shqipëria është etiketuar DLZ në Evropë. Pas Marokut, Shqipëria është prodhuesi më i madh i kanabisit në Europë, shihet si DLZ nga Bashkimi Evropian. Ti tani shton edhe një shifrat e kujt periudhe janë këto, doktor? Të dhëna të kujt periudhe janë këto? Se dim që ka patur lëvizje të forta. Të them një gjë të fundit, nëse kanabisi mjekësor me të vërtet gjykohet se mund të sjellë përfitime, se dhe ato janë të diskutueshme, por po e marrim të mirëqen. Pra po e zem se ata 30 apo 40 pacientë shqiptar në vit që ka nevojë për kanabis mjekësor sepse nuk ka asnjë alternativë mjekimi, u dashka siguruar për këta kanabis mjekësor. Sikundër shteti importon morfinën, etidinën, kodeinën, që janë substanca të tjera të kontrolluara, të importoj dhe vajin e kanabisit dhe t'ja japi këtyre 30 apo 40 personave. A që janë 30-40 pacientë që mund të kenë nevojë? Nuk mund të themi. Sepse kjo do... Rastet me depresion janë shumë. 500, japo ja u zë 5.000. Sa të doni ju? Nuk është kjo ideja. Shteti që në vend që të ndërtoj një fermë kanabisi, të importoj atë sasi kanabisi mjekësor që duhet dhe t'ja u japi këtyre personave. Biznes ka bën Mike Tyson në Amerikë, që i ka fermat me mijëra hektar. Biznes bëjnë fermat amerikane kanadeze, nuk ka ngelur të bëjnë biznes ato fermat shqiptare, që nuk janë as të afta të konkurojnë në tregun global të kanabisit mjekësor dhe as të sjellin në një përfitim, as nga punësimi, as një gjë. Ndërkohë demi që i sjellin shoqërisë është shumë i madh, sepse i vendoset ajo etiketa ligjore një droge dhe ne nuk duhet të kemi këtë lloj qëndrimi ndaj drogës. Ne qëndrimi ynë ndaj drogës duhet të jetë në rast të parë, unë jam mjek, e kuptoj që në momentet saktuara unë kam qenë nga promovuesit e reduktimit dëmit në Shqipëri. Pra kur kam punuar në fillim të viteve 2000 me reduktimin e dëmit në burgje, këta që sot mbrojnë kanabisin mjekësor nuk ja kishin dëgjuar emrin reduktimit dëmit. Por aq sa human jam dhe aq sa parafrim me mendje hapur kam ndaj mënyrës se si trajtohet droga, po aq i prerë jam në këtë pikë, sepse kjo nuk ka asnjë vlerë, as mjekësore, as ekonomike dhe as sociale. Ka vetëm dëme. Në qoftë se duam të kujdesemi për përdoruesit e drogës, janë 3 strategjitë që ka përcaktuar që nga fillimi Organizata e Kombeve të Bashkuara. Reduktimi i ofertës, reduktimi i kërkesës, reduktimi i dëmit. Me të treja këto, unë votoj me të dy duart për t'i zbatuar, por asnjë strategji si kjo e sotshme që çon direkt në dëmin edhe të reduktimit kërkesës, edhe të reduktimit ofertës, që janë 2 strategjitë bazë të luftës kundër drogës. Këtë duhet të bëjë qeveria shqiptare dhe jo të legalizoj praktika kriminale si kjo e rritjes së kanabisit, qoftë edhe me një etiket gjasme ligjore dhe me një etiket gjasme humane. Po pse gjasme, doktor? Pse e paragjykoni gjithmonë kaq gri? Sepse s'ka nevojë, në qoftë se duhet të kujdesesh për këta pacient që ka nevojë patjetër për vaj kanabisi ose për kanabis në çdo formë, importoje këtë sasi nga jashtë. Ti ke etiketën e DLZ në Bashkimin Evropian si shtet që ti e vend origjine ti e vend origjine dhe për heroinën dhe kokainën e Amerikës Latine, po për kanabisin e ke si vend prodhues. Pra ti e DLZ, ti do të hysh në Evropë, ti tani jep edhe një belat tjetër vetes, thua po mbjell edhe kanabis mjekësor, që ata kriminal dhe ata bandit që në bashkëpunim me policinë e qeverisë aktuale mbjellin kanabis dhe kanë mbushur me kanabis malet dhe kodrat e Shqipërisë, tani të kenë edhe një mbrojtje ligjore që po e mbjellin gjasme për qëllime mjekësore.
që kur të shkoj policia të sekuestroj ato mallin që e kanë ngritur në përmale dhe kodrat e Shqipërisë, të thonë që ne jemi biznesmen të ndershëm, ne po e bëjmë për të shpëtuar dhe për të lehtësuar vuajtjet e njerëzve. Doktor, i çon kanabis gjithë Evropës. Ndodhi ajo që i druheshim në fakt, sepse kur vendosëm të diskutonim mbi këtë argument, tham urojmë që t'i qëndrojmë jashtë, po themi, qasjeve politike për ta diskutuar më shumë se si mund të gjejë përdorim të gjerë nevojat që mund të kenë qytetarët, pacientët, edhe çfarë mund të ndihmonte në aspektin ekonomik, por edhe mjekësor. Megjithatë, është një hulli që është e pashmangshme për të mos kaluar edhe qasja juaj ishte ndryshe. Ndërkohë e falenderojmë doktorin Dr. Dasho, faleminderit shumë që ishit me ne. Edhe urojmë të kemi sërish. Faleminderit. Nësi për këndvështrimin ndryshe. Një pyetje për zotin Gjeçi kisha lidhur edhe me atë çka doktori shtoi. Doktori doli ka ajo që thash unë që le të importohet, le të legalizohet shitja e tij duke u marrë i përpunuar nga industria farmaceutike europiane apo kudo qoftë, brenda atyre limiteve, si e kanë ata 5%, 10%, 20% dhe duke u pastruar lëndët e dëmshme. Kjo është më rëndësishme dhe këtë tha dhe atë që thamë fillim ne. Sipas ligjit nuk është se është i lejuar në Shqipëri. Ata thjesht do e përpunojnë dhe do e shesin. Megjithatë, presupozojnë që personat që do ta bëjnë këtë janë të përzgjedhur. Nuk janë të thjeshtë. Është dhe një gjë tjetër. Sigurisht, nuk do ta mbjell unë, nuk do ta mbjell shtëpi, do mbjellin ata që por është dhe një gjë tjetër. Tregu shqiptar ai ka sot marijuanën. Është përdorimi masiv. Atëherë ne kemi aktualisht në tregun shqiptar kudo e gjen kanabisin që po e përdorin njerëzit. Thjesht leku i do bëhet lek i bardhë. Por në këtë rast do ta përpunojnë, do ta çojnë jashtë. Jo, leku i errët do bëhet lek i bardhë. Nëse ajo është punë për ata, jo për neve. Do të shkruajmë për pak çaste për të ndjekur edhe mendimin qytetar, atë çka qytetarët sot kanë thënë përpara kamerës së programit Mesnesh lidhur me këtë çështje, janë pro apo kundër dhe si e mendojnë. Shqipëria ka provuar dhe ka vënë në praktik tashmë mbjelljen e kanabisit medicinal. Ju jeni pro apo kundër? Qoftë është kontrolluar, s'ka gjithë keqe. Po mendojnë që do kontrollohet? Kjo është pyetja pastaj. Nuk e dim. Çfarë mbjellin e shashit me paj zotit? Janë shpallur 10 zonat ku do mbillen, domethënë është vënë në praktik. Përveç Korçës dhe Myzeqes. Ku do e shpallur me Majtmalit? Po. Le ta bëjnë? Je pro? Po le ta bëjnë. Që sa ashtu le të bëhet për shëndetësinë. Kështu që që do dikoj të rinia ndoshta edhe negativisht? Edhe negativisht jetë. Kur bëhet tash jo, kur është e publikuar ose ligjëruar. Mos millet. Pse? Po i dëmton njerëzit. Është bërë për shkaqe mjekësore. Rinin, për mjekësi e ka mjellën Enver Hoxha përpara. Për mjekësi. Kurse kështu, vjet përgjithshme ja. Kanabis medicinal, nuk e njohim atë. Le ta mjedhin gjithë, si gjithë bota. Vetë jo do të përhapet në për popull. Të hamë të elmohen ndër. Po jo, ajo është për shkaqe mjekësore. Shumë mirë. Do më njëri pro? Shumë mirë. Po që bëjmë shumë mirë, po që për njerëzit, si të këtë qefi. Qose bëhet e kontrolluar, qose bëhet normalisht, mire bëjnë fundja në zirë një lek, po nuk kam se e kundështoj këtë, se di se qarë ka brënda atje. Shqipëria aprovon dhe vënë në praktik mbjelljen e anshashit medicinal. Ju jeni pra apo kundër? Asnjëherë. Asnjëherë? Po pse sjell të mira ekonomike? Mirë, si do bëj? Po ti ishte mirë. Ashashi e ki mbjellë edhe ai me Rumen dhe Roxha. Dhe ju jeni kundër? Mirë, kundër. Kundër. Pse? Vion diskutimi këtu në studio edhe për sa ndoqëm në insert. Iva, mund të citoj një nga, që më bëri më shumë për shtypje, një nga vokset, një nga zërat të qytetarëve, tha, po t'ishte kanabis i mirë, do i kishte mbjellë dhe Enver Hoxha. Mi e kalon Enver Hoxha. Dikur ka pasur shumë bim. Gjyshet tona jep, e diskutua me... Jo, po edhe vetë Shqipëria ka mbjellur në për kooperativat larg, ka mbjellur disa lloj bimësh, një ka qenë një koran, një kështu, po ta afroheshim ne na thoshim mos u fusim atje, të lodhni ose mos afroni baktin se ngordh, por ata e mbollën, e kishte për industrinë e jashtme, veçantë jashtë ku. Por gjithsesi gjyshet tona, siç e tham, e kanë përdorur, po e kanë përdorur në formë çaj për të vënë fëmijët në gjumë ose kur kanë pas prerje barku, ndonjë dhimbje, diçka me dozat vogla dhe kur janë ka përcyer dozat,
ka pasur dhe fatalitete, kuptohet. Po, dhe për këtë duhet ka pasur njerëz që kanë mbetur me probleme më vonë, po ka pasur dhe Prandaj jam humbi shumë pro kësaj gjëje, sepse shpresoj dhe një që të paktën legalizimi medicinal të sjellë një bim më të mirë. Po, cilësore. Me cilësore, sepse ai që ka ndërmend ta pi do ta pi. Unë flas me realitetin, nuk flas me idealizma. Po qartë, që puna juaj përditshme. Realiteti në Shqipëri është që në çdo hyrje pallati sheh 2-3 të rinj që pinë një cigare marijuan. Atëre sa pallate ka Tirana? Atëre kjo është realiteti që ne kemi sot në Shqipëri. Atëre pse të paktën në një farë mënyrë ai që ka ndërmend ta pi do ta pi, është e padiskutuar kjo gjë. Por cilësia e cigares, jam kundra rekreacionales, po e them përsëri. Qartë. Jam pro medicinales kundra rekreacionales, diçka komplet tjetër. Sepse pastaj atëre futem dakord me ato që tha doktor Dasho. Se futen gjëra të tjera, domethënë në linjë, por për medicinale nuk ka pse mos jenë. Zoti Gjeçi, në momentin që rritet, a duhet të ketë ndonjë protokoll për të qenë, le të themi, një bim e pastër edhe pa bidozazh të e diskutuam pak e cekën pak më përpara, por për të rritur një bim të shëndetshme, së pari duhet të shohësh tokën. Në 10 vjet nuk do të ketë pas pesticide, herbicide, fungicide, njëkohësisht dhe plera kimike. Do të ketë pas vetëm plera organik. Pra, a janë bërë këto analiza për atë tokë që duhet? Tani ne nuk kemi shumë interes për këtë punë se ai kanabisi do mbillet mjekësor, me fjalë këtu do ikë jashtë, nuk do qëndrojë në Shqipëri. E sigurt kjo gjë. Ndoshta do ndryshohet ligji më vonë. Po, nëse ndryshon ligji, po. Për të parë ata, për pas të dohet. Sigurisht janë dhe kushtet e tjera klimatike që ajo dëshiron diellin shumë, por dëshiron zonat që të jenë pak të kulluara, po dhe ujin e do përsëri, me fjalë që i sigurohet vadite me pika. Por sot ne shohim diçka nga çfarë dëgjojmë nga në kudon për lokale, kudo se dihet, në Shqipëri është masivisht pijet kanabisi. A ka një mit? Shohim me fjalë që është rritur në këtë gjendje, i shedhur kjo, i shedhur kjo, i shedhur kjo. Kështu që kushtet e atyre që do ta kultivojnë, do të jenë kanë një manual që do ta zbatojnë rreptësisht dhe rregullisht që ai kanabis që të jetë brenda atyre parametrave jo dëmtues. Dhe normal. Çdo sëmundje kërkon përqindjen e dur të principeve aktive. Ne po të shohim kjo është ideja, domethënë. Kanabisi, vaj kanabisi që vjen nga jashtë, kuptohet, që e marrin për farmaci kudo në Holland, Gjermani, Maqedoni, kudo. Ai thot 5%, 10%, 15%, po dhe përcakton të gjitha lëndët që ka brenda. Atëherë, si mund të përdoret vaj kanabisit këtu në Shqipëri, që mund merret dorazi? Përdoret, është vërtet, dhe tregojnë shumë histori që kanë pasur shumë efekte pozitive, por kur je i mbrojtur nëpërmjet një analize, nëpërmjet një bime që janë përcaktuar të gjitha kushtet e rritjes së asaj bim deri në përpunimin e saj, deri në marrjen e vajt, atëherë ti e ke të përcaktuar se çfarë duhet përdorësh, kushti intereson dhe merr dhe sigurisht në fjalë dhe konsultën nga mjeku, nga dikush alternativë ose nga psikologu, kudo që të vesh ti nga psikiatri ose një mjek toksikolog, me fjalë do të marrësh atë vlerën që do të thotë ti je në këtë gjendje shëndetësore dhe të nevojitet të përdorësh këtë që është 5%, ose këtë që është një që është më i rënduar 10%, njëri që mund të jetë me kimioterapi që ka dhimbje të forta dhe ka dhe vjedhje, mund të marrë në një sasi tjetër. Normalisht ai do ndahet sipas profesionit, vetëm për problemet psikiatrike ose neurodegenerative do merret neurologu dhe psikiatri ose toksikologu. Ndërsa për rastet me kimio do të përdoret nga onkologu. Pra në varësi të asaj që do ta përdoret. Jam shumë dakord, por unë jam dhe ke pjesa tjetër, faktikisht që në qoftë se me fjalë ky do të kishte nevojë për shembull dikush për ta marrë në farmaci atë që dhe do të moste për shembull, po ta marrë është për mua është më rregull, se sa ta marrë në kushtet e tjera. Pra, dhe është më e pastër. Shumë e pastër, po edhe fitimi dhe shteti do arkëtoj para. Nga dogana, nga çdo gjë, nga deri ke klienti final i fundit. Do të jemi ende herët. Ndërkohë po lexoja në internet në lidhje me argumentet dhe kishte shumë përdorime të kanabisit në aspektin mjekësor për shumë sëmundje, doktoresh. A ka një mit, sepse këto janë të vërteta që përmendëm, që mund të ketë ndikim, por ka një mit që ndoshta është hiperbolizuar më shumë se ç'duhet, që bën mrekulli në një X sëmundje apo një tjetër dhe nuk ka evidenca. Atëherë unë e thash që të kemi një Po, duhen kohë dhe nuk mjaftojnë që të kemi një vlerësim shkencor, duhet minimum mbi 10 vjet. Mbi 10 vjet. Dhe një numër pacientësh shumë i madh. Në Amerikë kanë bërë studime, duke qenë se kanë përdorim dhe në disa vende e kanë të legalizuar dhe e mbjellin siç tha doktori në shtëpi 2-3, disa shtete e kanë, por nuk ka studime afatgjata. Afatgjata dhe me një numër shumë të madh pacientësh që ne themi po.
Që vërtetojnë ose konfirmojnë. Megjithatë, për sëmundje të cilat neurodegenerative, siç është skleroza multiple, siç është Parkinsoni, të cilat janë në stadie ku pacienti realisht është shumë vështirë, ka pasur reagime shumë të mira trupi, rigiditeti sidomos ose tremori, dhe pacienti është stabilizuar brenda muajit nga marijuana në krahasim nga gjendja para se ta fillonte. Pra, në këto rast ajo është shumë e mirë. Por gjithmonë nuk duhet as ta hiperbolizojmë, as ta nënvlerësojmë. Pra është një nivel mesatar, dhe gjithmonë duhet merret nga mjeku dhe ke jalëm të ardhmes. Do të thënë, unë jam me këtë iden. Çfarë i sjell shoqërisë shqiptare? Çfarë risku i sjell për ta sjell? Kjo është balans çdo gjë, nuk ka lidhje për idealizma. Qofse ajo i sjell më shumë pozitive se negative, mirë të vi. Ky është vlerësimi. Dhe gjithmonë me kisha një diçka tjetër dhe theksoj se ligji shqiptar duhet të shprehet edhe për hembin. Kuptohet, në fjalë? Ne kemi, unë e kam parë në supermarkete. Edhe kremat i kemi. Po. Duhet të shprehet se nëse dakor, ti e ke si fare, e ke si produkt, por ti nuk lejohesh ta kultivosh. E mirë kultivimi. Po ja, po kjo ç'a? Apo bëhet kjo? Është kërpi. Kjo nuk është kërpi. Nuk është kërpi. Kërpi është një ushqim. Është një ushqim i cili mund të përdoret për fibra, për dobësime, për problemet e trupit. Është për gjithçka përdoret, për kozmetikën. Pra, pse ne mos ta kemi kërpin të ligjëruar që ne kemi drejt ta mbjellim? Por ai le të vijë, le të bëj analizën ke toka ku ti e mbjell, ti do të bësh atë kërkesën tënde dhe do të thuash që unë kam mbjell këtë produkt. Dhe në ky produkt bëj analizën, ka të gjitha format, gjithçka me fjalë është gjethja e tij komplet, është njësoj si kanabisi. Por me fjalë nuk është kanabis. Është i butë. Mund të themi dhe është ushqim. Kështu që thoni që mund të ketë edhe vëmendje për këtë. Dhe duhet të themi diçka tjetër që kanabisi është bima e persekutuar e këtyre 100 viteve të fundit. Sepse nga ajo ka shumë në produkte, deri ke parfumi, deri ke varet e ndryshme, është merr fibra, deri ke karburanti. Doktor, faleminderit që ishit sot me ne, është kënaqësi që ishit sot me ne në këtë bisedë dhe urojmë që t'ju kemi sërish për të tjera trajtesa e për t'i bërë me dije edhe publikut se cilat janë anët pozitive apo edhe negative përsa i përket mbjelljes së kanabisit për arsye mjekësore. Për këtë diskutuam sot, ndërkohë që do të kalojmë linjën për regjin edhe më pas do të kthehemi sërish në studio.